Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Ministria e Drejtësisë bën gati amnistin penale, 338 persona lirohen me njëherë nga burgu, ndërsa përfitojnë ulje dhe mira të dënuar të tjerë. Kryeministri Rama diskuton me fermerët në Divjak skemën e mbështetjes për bujqësinë, sektori duhet zhvilluar më tej përmes kredive bankare. Raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian dënon sulmet me molotov të opozitës ndaj institucioneve, palët të rikthehen dialogut mbështetje për SPAK-un. Berisha shpalli një tjetër protest kombëtare të opozitës në datën 10 shkurt, revolta pa ndalim deri në rrëzimin e Ramës dhe krijimin e një qeverie teknike. Jemi gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari tregoi detaje nga amnistia penale, nga e cila përfitojnë lirimin e menjëhershëm nga qelia 338 të dënuar. I pyetur nga gazetarët për çështjen Balloku, ministri tha se gjyqësori te kaloi kompetencat me vendimin ndaj numrit 2 të qeverisë. 10.000 persona pritet të përfitojnë nga amnistia penale që është dërguar në Këshillin e Ministrave, por përjashtohen të hetuarit, të dënuarit dhe të paraburgosurit nga institucionet e posaçme. Këtë e bëri të ditur ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari në një dalje publike për mediat. Numri i përfituesve është shumë i lartë. Më shumë se 10.000 shtetet shqiptarë të cilët përfitojnë, janë 1.280 persona të cilët aktualisht janë në sistemin penitenciar, që do të thotë 380 persona përfitojnë lirim të menjëhershëm, 900 të tjerë përfitojnë ulje dënimi. Ne kemi bërë qartë që kjo nuk përfshin personat të cilët kanë qenë në hetim, janë në hetim apo në gjykim nga GKK. I pyetur për qëndrimin e qeverisë për mandatin e deputetes Belinda Balluku, ai përgjigjet. Besoj që qëndrimi i mazhorancës ka qenë i qartë. Kryeministri ka ushtruar të drejtën e tij për të vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese. Argumentet janë paraqitur aty, ku në thelb qëndron pretendimi pra i një pushteti, konkretisht pushteti ekzekutiv, por te kalim të pushtetit të një pushteti tjetër, pra pushteti gjyqësor. Nga ana tjetër dhe kushtetuta përcakton qartë që ministrat gëzojnë imunitetin e deputetëve. Për dekriminalizimin e shpifjes në mënyrë të pjesshme, Lamallari tha se nuk është direktive Bashkimit Evropian dhe si e tillë nuk e penalizon antarësimin e vendit tonë në Union. Nuk ka asnjë direktivë të Bashkimit Evropian që përcakton dekriminalizim të plotë të shpifjes. Pa dyshim që kjo nuk e ndikon kurse rrugtimin tonë në kuptim të integrimit evropian. Ndonse debati për numrin e lartë të paraburgosurve ka qenë i hershëm, një vëmendje të veçantë ministri i kushtoi pikërisht kësaj kategorie, duke thënë se prezumimi i pafajësisë nuk duhet të mbetet i shkruar në kushtetut, por të ekzistojë në praktik. Abeli i posaçëm lastërisht në burg ish presidentin Ilir Meta. Edhe këtë herë ai nuk ja doli të rifitojë lirinë, ndërsa avokati i tij, Kujtim Cakrani, e quajti vendimin e gjyqtares Saida Dollani një noterizim të SPAK-ut. Pas vendimit, kryetari i Partisë së Lirisë reagoi në Facebook duke e konsideruar drejtësinë si një regji. Ndërkaq dosja e tij është në pritje të vendimit nëse do të kalojë apo jo në gjykim, vendim që pritet të merret të shtunën. Meta akuzohet se ka kryer korrupsion, pastrim parash e fshehet origjinës së tyre në lidhje me dosjen Çezdia, lobimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për shpenzimet familjare. Këshilli i lartë i gjyqësorit me shumicë votash nuk pranoi nisjen e procedurave për verifikimin e gjyqtares së posaçme Irena Gjoka, pasi prokuroria e përgjithshme konfirmoi dënimin e saj nga drejtësia greke. Sipas qeverisë, gjyqësori nuk gjendet në kushte që ky verifikim të bëhet prej këtij institucioni, por duhet bërë prej ILD-s. Vetë gjyqtarja është shprehur se në mënyrë arbitrare asaj është mohuar hyrja në shtetin grek, pa qenë në dijeni se ndaj saj ka pasur një vendim gjyqësor. Kryeministri Rama zhvilloi një takim me fermerët në Divjak, me të cilët diskutoi skemën e mbështetjes për bujqësinë. Ai kërkoi prej tyre që të zhvillohen përmes kredive bankare, duke krijuar më shumë fabrika për përpunimin e produkteve. Ndihma nga shteti ekziston, por fermerët nuk dinë si ta përdorin atë. Me këtë mesazh, kryeministri Edi Rama hapi fjalën e tij në një dëgjes me fermerët në Divjak për skemën kombëtare të bujqësisë për vitin 2026.
Sa është shfrytzuar kjo garanci? Shumë pak. Pse? Se ju s'keni nevojë? Jo, se ju keni nevojë, por sepse për ta shfrytzuar këtë garanci duhet një përgatitje. Një përgatitje e një dosje për të drejtuar bankës dhe për të thënë ja çfarë kam unë plan të bëj, ja pse kjo që unë do bëj sjell fitim dhe ja të gjitha arsyet pse ju duhet më mbështesni. Kreu i qeverisë u ndal dhe tek mënyra e prodhimit të madrave bujqësore, duke theksuar se vendi duhet të ecë drejt inovacionit dhe përpunimit të produkteve shqiptare. Atë volumin e madh të mund ta grumbullojmë, ta konservojmë për kohën kur duhet ta nxjerrim treg, ta përpunojmë, mos çojmë më vetëm gjithë këto produktet fresta t'i marrim siç janë nga fusha, t'i çojmë në Europë, por një pjesë të tyre ta përpunojmë këtu, të prodhojmë, të nxjerrim në produkte këtu, të krijojmë vlerë të shtuar këtu. Rama u ndal gjithashtu te mënyrat e reja të financimit që do të jenë në dispozicion të fermerët për vitin 2026. Buxheti i shtetit tani më është vetëm njëri nga komponentët e zinxhirit të financimeve të bujqësisë. Komponentët e tjerë janë pak më të vështirë në thonjza, por janë komponentë që do të bëhen gjithmonë më të pranishëm dhe që duhet të gjithë të përpiqen të mësojnë dhe të aftësohen për t'i shfrytzuar. Ministria e Bujqësisë do të ketë në dispozicion 16.3 miliard lekë që përbën buxhetin më të lartë për këtë sektor në historinë e vet. Në kuadër të përshtatjes së legjislacionit me atë të Bashkimit Evropian, ndryshime thelbësore do të pësojë edhe kodi i punës. Sipas ministres së ekonomisë Delina Ibrahimaj, qeveria është e vendosur që gjatë këtij mandati të vijojë edhe rritjen e pagës minimale. Ky do të jetë një vit i mbushur me ndryshime ligjore të lidhura me tregun e punës në kuadër të procesit të anëtarësimit në BE. Kemi disa detyra të rëndësishme në ndryshimin e legjislacionit, duke filluar nga kodi i punës dhe të gjithë legjislacionin poshtë kodit. Do të jetë një vit intensiv ku do duhet diskutojmë bashkarisht për parafrimin e direktivave, për rishikimin e legjislacionit, por edhe për të gjithë periudha tranzitore që do të kërkojmë me qëllim zbatimin me efektivitet të gjithë legjislacionit evropian në fushën e punësimit dhe të aftësimit. Mungesa e fuqisë punëtore mbetet sfidë për Shqipërinë, ndaj qeveria po vijon marrëveshjet me vendet e treta për të sjellë krah pune nga jashtë. Qeveria shqiptare ka ndërmarrë masa të rëndësishme me qëllim kualifikimin e fuqisë punëtore, por edhe me qëllim plotësimin e nevojave për fuqi punëtore edhe nëpërmjet marrëveshjeve që na jemi duke nënshkruar me vendet të treta. Gjatë mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Punës, Ibrahimaj përsëriti se paga minimale do të vijojë të rritet gjatë këtij 4-vjeçari, ndërsa po ashtu po punohet për reformimin e skemës së pensioneve. Progresi i Shqipërisë me reformat është vlerësuar edhe nga raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, Andreas Schieder. Gjatë një konference në Tiranë, ai dënoi sulmet me molotov të opozitës ndaj institucioneve, duke bërë thirrje për dialog. Raportuesi nga ana tjetër kërkoi mbështetje të plotë për punën e SPAK-ut. Raportuesi i përhershëm i Shqipërisë në Parlamentin Evropian, Andreas Schieder, kërkon debat politik nga foltorja e parlamentit, por jo për shkallëzim të situatave nëpërmjet kaosit. Në një konferencë për media pas vizitës vjetore dhe takimeve me aktorët politik, ai theksoi se zgjidhja e vetme është miratimi i reformave të kërkuara nëpërmjet konsensusit.
Këtu nuk është çështja për mendimin tim personal. Ne si Parlament Evropian mendojmë se ka ardhur koha që kultura politike në Shqipëri të bëjë një hap para, të mos dramatizohet çdo gjë, të mos fillohet me molotov, por të luftohet fort me argumente në skenën politike aty ku duhet. Kjo vlen edhe për opozitën dhe për qeverinë. Shqipëria ka vendosur të përkushtohet reformave, sidomos për luftën kundër krimit të organizuar. Arena politike duhet të bëjë të pamundurën që të ketë komunikim të duhur për mënyrën se ku është Shqipëria tani dhe se ku do të arrijë në të ardhmen. Shider gjithashtu vuri theksin tek puna e drejtësisë së re. Sipas raportuesit të Parlamentit Evropian, të gjithë aktorët e përfshirë duhet të mbështesin punën e SPAK, ndërsa u shpreh qartë se Parlamenti Evropian nuk komenton çështje specifike. Më duhet të them që së pari Parlamenti Evropian nuk komenton çështje ligjore dhe mendoj që gjithashtu është standard i mirë që institucionet të kryejnë punën e tyre. Në këtë rast SPAK dhe të tjerët duhet të bëjnë punën e tyre me gjetjet e tyre ashtu siç e mendojnë ato që është e nevojshme. Të gjitha institucionet duhet të mbështesin punën e SPAK. Nuk është për Parlamentin Evropian për të bërë komente specifike. Sipas Shider, Shqipëria do të vazhdojë të jetë pararoj në procesin e zgjerimit, por paralajmëroi se miratimi i ligjeve nuk duhet bërë thjesht për të kënaqur Brukselin. Protesta e radhës kombëtare e opozitës do të mbahet në datën 10 shkurt. Lideri demokrat Sali Berisha deklaroi se mijëra e shqiptar do të marshojnë në rrugë dhe sheshe për t'i dhënë fund qeverisë Rama. Partia Demokratike lajmëroi se në datën 10 shkurt do të organizojë protestë kombëtare kundër kryeministrit Edi Rama. Kryetari i PD-s Sali Berisha në konferencë me gazetarë deklaroi se pas ditën e 10 shkurtit, opozita do të mblidhet para kryeministrisë për të kërkuar largimin e Edi Ramës dhe krijimin e një qeverie teknike që do të çojë vendin në zgjedhjet parakohshme. Ftoj të gjithë të rinjt shqiptar, burrat, gratë, të moshurit, të bashkohemi me datën 10 shkurt në ora 5 në Tiranë për t'i dhënë leksionin e merituar kësaj organizate kriminale me në krye Edi Ramën. Berisha përsëriti se opozita do të përqendrohet tek protestat e se nuk do të bashkëpunojë për asnjë çështje me Partinë Socialiste. Kryetari i PD-s sqaroi se opozita nuk do të shkojë as te Komisioni i Reformës Territoriale e as tek reforma zgjedhore. Bllokimi që i bëjnë drejtësisë dhe mbrojtja që i bëjnë vjedhjeve miliardsha të Edi Ramës dhe Luvi Ballukut bëjnë të pamundur çdo formë bashkëpunimi me mandatet e krimit të kësaj mazhorance. Kryetari i PD-s komentoi edhe deklaratat e raportuesit përhershëm të Shqipërisë në Parlamentin Evropian për çështjen Balluku. Shqiptarët pristin prej tij dhe presin jo vetëm prej tij, por presin nga Brukseli, kërkesën për të mbrojtur standardin europian, heqja dorë nga imuniteti dhe dorëheqja nga detyra. Kur drejtësia kërkon ndjekje penale dhe heqje imuniteti, është në radhë të parë jo vetëm një standard kushtetues, si në Austri, edhe në Shqipëri, edhe në Itali dhe kudo, por është parazgjithash një standard etik moral shumë i rëndësishëm. Partia Demokratike ka zhvilluar deri më tani 2 protesta kombëtare, një në dhjetor dhe një në muajin janar. Por kryetari i PD-s Berisha ka paralajmëruar se protestat do të vazhdojnë deri në largimin e kryeministit Edi Rama dhe numri 2 të qeverisë Belinda Balluku. Lëvizja e Ermal Hesimias për bashkimin e opozitës në një front të vetëm kundër qeverisë duket se ka gjetur mbështetjen e Partisë Demokratike. Përfaqësuesit e forumit për dialogun politik janë takuar me kreun e demokratëve Sali Berisha, ndërsa nismën deri më tani e kanë refuzuar Arlin Qori dhe Agron Shehaj. Ermal Hesimi e Forumi për Dialogun Politik takuan kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha dhe aleatët tradicional të PD-s për të diskutuar rrugën për bashkimin e opozitës në betejën kundër qeverisë Rama. Në fund bisedës, Ermal Hesimi konfirmoi se është gjetur gjuhaj përbashkët që të gjitha partitë e opozitës e figurat shoqërisë civile të ulen së bashku në një tryezë. Kemi gjetur një gatishmëri shumë të mirë nga ana e Partisë Demokratike dhe aleatëve, kuptohet, edhe i mirë kuptim shumë të madh, nuk ka pasur kushte. Përkundrazi ka një interes të madh që kjo të zhvillohet. Hesimi sqaroi se ftesa për ndërtimin e një aleance kundër qeverisë është pranuar nga Adriatik Lapaj dhe Shamir Shehi apo edhe Diaspora për Shqipërinë e Lirë.
ndërkohë që kanë refuzuar Arlind Qori dhe Agron Shehaj. Besoj që shqetësimin kryesor e ka në raport me Partinë Demokratike, sepse mendon që votuesit vetë kanë votuar për të mos bashkëpunuar ose për të mos bashkuar votat me Partinë Demokratike. Pak ditë më parë, Forumi për Dialog Politik lançoi nismën për bashkimin e opozitës në betejën kundër kryeministrit Edi Rama. Ermal Asimi synon që të ulë në një tryezë të gjitha forcat opozitare, të cilat në këndvështrimin e tij duhet punojnë për të pasur një qëndrim të përbashkët, jo thjesht kundër qeverisë, por edhe për çështje të rëndësishme si reforma zgjedhore apo mbështetja për sistemin e drejtësisë. E vërtet, po. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Bashkë ndajemi këtu, natën e mirë.